Përshëndetje, këtu jemi me trajnerin e skuadrës N21, Selami Pepaj. Selami Pepaj, përshëndetje. Përshëndetje. Çfarë mendimi të keni për ndeshjen e sotme dhe si mendon në çfarë gjendje mendon ti që është ekipi dhe a janë optimist për këtë ndeshje sot? Po, ekipi normalisht është në gjendje të mirë se vjen mas fitoreve rradhazi, të cilat sinqerisht kanë me nivele shumë më të larta se sa ekipi jonë në kategori. Dhe të fitosh kundra një ekipi që është me 3 stepe ma nëllëse fitosh me rezultatin biles edhe 3-0 të kombinum, thamë që ekipi në gjendje mirë, po ashtu dhe neshin tjetër me një ekip prap me niveli tjetër, sepse këto e neshe kupet dhe e neshe të një takimit. Me rezultatin 2-0 që ishim humi pjesën e parë dhe arrim dhe e kthejmë 3-2, dhe më thonë që ekipi është shumë mirë për momentin, po kaloj momentet mira, sot është një ndeshje shumë e rëndësishme edhe kjo, është edhe kjo një niveli të lartë. Megjithatë, mendojmë se do të bëjmë më të mirën, kundërshtari nuk e njohim, por është si puna e derbit. Selami, si e ke rreshtuar ti sot formacionin? Mund të na tregosh më shumë si do luash? Tash formacioni është në varësi gjithmonë të kundërshtarit, gjithmonë të niveleve. Sot kemi bëmë me rreshtimin 4-1-3-2. Shumë faleminderit për intervistën. Shpresojmë një fitore dhe shpresojmë të kënaqemi të gjithë. Faleminderit se ju inshallah arrim që të fitojmë që të kënaqemi me ju. Si Tirana e Partizani, kësa jenë s'fatëm sukses, prem qino gati zvijani, mbrojtjet fort si Murkines, Cungulici me s'fusha jon, por si dy flutra pranvere, është vështir me ju himzon, si me himë Dardanele, Më vlasni vazhdia jon, ti gjithmonë do